O hoxh, selam aleikum. A do e shohim Muhammedin alayhi salam në xhennet? Allahu të rujt. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Amin. Allahu ju rujt edhe ju. Cili do, mashkull apo femër, që i bindet Allahut të lartësuar, adhuron Allahun e lartësuar, beson dhe pason profetin alayhi salam, do të jetë në xhennet. Dhe në xhennet është edhe profeti alayhi salam. E Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin." Kushdo që i bindet Allahut, i bindet profetit, ata do të jenë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë dhunti të shumta, me profetit. Dhe ne e dim që prej profetëve është vula e profetëve Muhammedi alayhi salam. Prandaj, le ta besojmë Allahun e lartësuar një të vetëm. Le ta besojmë dhe ta pasojmë profetin alayhi salam. Ti zbatojmë porositë e profetit alayhi salam në mënyrë që t'jemi me të në xhennet. Allahu na mundësoft t'jemi me profetin alayhi salam në xhennet. Amin.